Përshëndetje të nderuar miq që do të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur për bordin e paqes, vizitën e kryeministrit Edi Rama, por edhe si do jetë ndikimi duke filluar nga dita e sotme në Tiranë në protestën që do të organizojë Partia Demokratike. Gjitha këto çështje në gjeopolitik do t'i trajtojmë me zotin Grit Roy, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Universitetin e New Yorkut, të cilin prej disa muajsh tashmë analizat e tij për gjeopolitikën, situatën në Shqipëri, në Ballkan, në rajonin ton, mund ta gjeni edhe në podcastin e tij me emrin e tij, pra Grit Roy Podcast. Grit, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje ju dhe faleminderit për ftesën. Grit, duket se ajo kështjella që ishte ndërtuar prej disa muajsh në Tiranë, sigurisht nga opozita që do ta marrin Ramën me helikopter, do ta arrestojnë, është non grata atje, a e kalon dot oqeanin apo jo, në fund u rrëzuan. Edhe kjo normalisht ka sjell pesimizëm tek opozita. Për sa i përket ndoshta duke filluar edhe nga aksioni pas ditën e sotme, pra protesta në Tiranë. Ndoshta duhet kthehet me këmbë tok opozita në Tiranë, por unë dua një analizë për atë që ndodhi dje në bordin e paqes. Shikoni, është e vërtetë ajo që thatë, po deri diku. Pra duhet ta fillojmë aty ku duhet filluar, që është fillimi. Ajo shtyqojtura opozitë në Shqipëri nuk është opozitë reale. Bën një lloj zhurme, bën një lloj farse, një lloj teatri për t'i treguar shqiptarëve se demek janë në opozitë me zotin Rama. Por në fakt, opozita nuk ka objektiva të ndryshme nga zoti Rama. Opozita ka objektivin t'i zër vendin zotit Rama dhe të ketë mundësinë që të vjedhin ata më shumë se sa ka vjedhur zoti Rama sot. Kështu që problemi i opozitës është thelbësor, është që në gjenezë është mënyra se si e koncepton shtetin, e cila është e njëjtë me mënyrën se si e koncepton shtetin zoti Rama. Pra, për sa i përket opozitës, është e pritshme që opozita do të thotë gjëra që edhe nuk qëndrojnë, nuk ka për bazë interesin e Shqipërisë, nuk është e aftë që të shohë gjërat që bëhen mirë dhe të kritikojë gjërat që bëhen keq, siç do të bënte një opozitë normale në një vend normal, në një vend ku politika e don vendin e vet. Pra, nuk më habit fakti që opozita është tani më disi e çoroditur, sepse konstrukti që kishin krijuar ishte një konstrukt thjesht sa për syefaqe, nuk e kanë për turp, do të krijojnë një konstrukt tjetër dhe do të vazhdojnë të bërtasin e të çirren, ndërkohë që bëjnë pazare dhe biznese me zotin Rama mbrapa perdet. Ajo që pyetja juaj e drejt për drejt është që si ndodhi, çfarë ishte kjo dalje e bordit paqes, çdo të thotë kjo për ne shqiptarët. Unë mendoj që e kam thënë dhe diku tjetër, bordi i paqes është një organizatë e cila ka të bëjë me ndryshimet gjeostrategjike, me mënyrën se si bota po riorganizohet në grupe të ndryshme, dhe është një nga krijimet e administratës Trump për të rivalizuar me organizatat e tjera ndërkombëtare, të cilat nuk janë nën kontrollin ose nuk kanë dashamirësinë ndaj agjendës së administratës. Në këtë kontekst është një lajm i mirë që Shqipëria është ftuar në bordin e paqes, por mënyra se si e paraqiti kryeministri ishte një mënyrë tejet amatore, u soll sikur ta kishte Shqipërinë çiflikun e vet, sikur ky beu i Shqipërisë ishte ftuar në kryeministri e personalizoi. Kryeministri sigurisht që e personalizoi, kryeministri e bëri këtë sikur të ishte një sukses i veti. Megjithatë, kryeministri shkoi në Washington si shërbëtor, si një njeri që firmosi një dokument të cilin nuk kishte asnjë lloj kontributi, as në ndërtimin e tij dhe as në ndryshimin e tij. Kryeministri ka shkuar atje thjesht si një njeri që i duhet shteteve të mëdha, ose themi shtetit amerikan, për të mbushur numrin e antarëve në bordin e paqes. Nuk mendoj që Shqipëria ka hyrë në bordin e paqes si një nga antarët që ka vendosur politikat e veta në krye, pavarësisht se zoti Rama me shumë finokëri ishte një nga veprimet e veta më të duhura që ngriti problemin e komandantëve të UÇK-s në fjalimin e tij. Domethënë mund të ishte njëri nga momentet më
të larta të karrierës politike të Zotit Rama, por për dikë që nuk e njeh atë, për dikë që nuk ja njeh historikun. Por nëse do të shohim historikun e tij, ne dim që Zoti Rama nuk e ka problem, sepse edhe administrata amerikane nuk e ka harruar që Zoti Rama para zgjedhjeve të 2016 thonte që Zoti Trump nëse bëhet president do të jetë rrezik për botën dhe për marrëdhënien shqiptar-amerikane. Zoti Rama është dhe mbetet mik i ngushtë i Aleksandr Vučićit, pra është i aftë Zoti Rama që të jetë kamaleon në politikë, që të krijojë shumë pozicione dhe secilin prej këtyre pozicioneve t'i mbajë në momentin e duhur. Nuk besoj se do t'i funksionojë as atij vetë personalisht, nuk besoj që ka për të pasur ndikim tek drejtësia, nuk besoj që ka për të pasur ndikim tek rrugtimi që ka marrë tani më SPAK-u kundër korrupsionit, sepse agjenda amerikane nuk do të ndryshojë, por për momentin është një fitore diplomatike e Shqipërisë dhe e tija, dhe i duhet njohur merita që bëri gjën e duhur, që përmendi që vendosi si kusht komandantët e lirimin e komandantëve të UÇK-s, një gjë që duhet ta kishte bërë edhe qeveria shqiptare shumë kohë më parë, por edhe kryeministri i Kosovës. Kështu që në këtë drejtim i duhet njohur. Ama nuk mendoj se do t'i funksionojë për ta larguar nga problemet juridike që ka qeveria e tij dhe që cilat ngadalë po mbërrin drejt tij. Tek ajo e komandantëve edhe kërkesa e kryeministrit, apeli që bëri që drejtuar presidentit Trump që mund të bëj diçka. Mendoni që deri ku mund shkojë? Pra, përveç asaj bashkimit pikës së përbashkët të urrëties për prokurorin Jack Smith. Ajo ishte një mënyrë për ta ngritur çështjen dhe për ta vendosur në vëmendjen e presidentit Trump personalisht, përmendja e Jack Smithit. Siç thash, ishte një mënyrë shumë finoke dhe shumë diplomatike për ta bërë këtë. Megjithatë, unë mendoj që kur vlerësohen nisma të tilla diplomatike, ata që janë njerëz serioz shohin vazhdimsinë e qëndrimeve të njërit person, në këtë rast të Zotit Rama, dhe të qeverisë që ai përfaqëson. Dhe vazhdimsi nuk ka, Zoti Rama nuk ka qëndrueshmëri në qëndrimet e veta, bën atë që mendon se është më e mira për të shpëtuar lëkurën e vet, dhe në këtë rast ashtu do të interpretohet. Në çdo rast, sido që të jetë, fjalimi ishte një nga pikat më të larta të qeverisë së tij, siç e thash, duhet ta kishte bërë shumë kohë më parë dhe duhet ta kishte bërë duke e ndjerë realisht, por në çdo rast fakti që mori vendimin që ta bëj në një situatë të tillë ishte vendimi i duhur. Ju thatë që kjo vizitë edhe pranimia në bordin e paqes nuk i zgjidh problemet e Ramës me qeverisjen Tiranë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ndërkohë që me këtë shpresë po rron opozita, po ndoshta ai që rron me shpresë vdes e pa kënaqur. Sepse ditët po ikin, vitet po, mandatet po. Ai që jeton me shpresë të rreme, duke mbjellë shpresë të rreme në popull, ai do të jetë gjithmonë i pa kënaqur. Sepse opozita nuk ka realisht shpresën e ndryshimit real. Opozita është duke bashkëpunuar fort me qeverinë që Zoti Rama të mos bjerë për shkak të SPAK-ut, pavarësisht bërtitjeve të tyre në përsheshe, pavarësisht se si ushqejnë militantët me ushqim shpirtëror, ata në fundit nuk e kanë objektiv real, sepse siç u pa gjatë javës fundit, opozita është vetë deri në fyt me krimin organizuar, me drogën e me të tjera. Pra, tani më në Shqipëri ka një konglomerat të madh, Paria e Tiranës është një konglomerat i madh që bashkëpunon thellësisht me krimin. Pra, krimi është paria dhe paria është krimi. Ndaj dhe nuk mund të ketë opozitë reale. Opozita është thjesht sa për sy e faqe. Për sa i përket asaj që thatë për Zotin Rama, mendoj që nuk ka për të ndalur as pak vrulli i organeve të drejtësisë. Ju kujtoj që dhe shikuesve dhe dëgjuesve tuaj duhet ju kujtoj që Gaddafi u prit rreth 1 vit a 9 muaj përpara se sa të vritej në rrugët e Libis nga një agent francez, u prit me saltanete në Washington.
e lejuan të ndërtojë një çadër në mes të Washingtonit sepse nuk preferonte hotelet dhe të mbante 200 bodyguardet e tij që ishin gjinisë femërore, sepse në fund të jetës Gaddafi kishte ato eksentrizmat e veta. Por kjo nuk e pengoi që 9 muaj më vonë, jo vetëm të bjerë nga pushteti, po të ndodhi ajo që i ndodhi. Kështu që unë nuk besoj që në këto punë ka shumë vazhdimsi, sidomos për njerëz, sidomos për figura të cilat nuk e duan popullin e vet, siç është kryeministri shqiptar, i cili e përdor pushtetin thjesht për të mbrojtur lëkurën e vet. Unë nuk mendoj që SPAK-u do të ndalet, unë nuk mendoj që rrugtimi i drejtësisë një stepje të SPAK-ut, po revansh edhe pas vizitës, pra nuk do ndikoj kjo prania aty. Unë mendoj që jo. Me Ballukun është i provë zjarrit, deri tani është sigurisht 1-0 për qeverinë, po. Nuk mendoj që është tamam ashtu. Çështja e zëvendës kryeministres Balluku, edhe këtë e kam thënë diku tjetër, është për mendimin tim një mbulojë që i bëhet shumë çkaje tjetër. Pra me anë të çështjes Balluku, nuk po flitet për shumë çka tjetër që duhet folur. Nuk po flitet për shkallën e thellë të kriminalizimit, jo vetëm të qeverisjes që është deri në palc, por edhe të opozitës vet. Nuk po flitet për vendime që merr qeveria shqiptare për shitjen e sovranitetit të Shqipërisë. Nuk po flitet për shumë çka tjetër që ndodh në Tiranë, e cila kalon pa zhurmë, sepse zhurmën e ka si detyrë e ashtu quajtura opozit, që del në shesh, hedh molotov, bën sikur e kundërshton Edi Ramën dhe për sa kohë që të jetë kjo opozit aty, për sa kohë që të ketë përballë Sali Berishin, Edi Rama është shumë më komod. Shumë më komod në pushtet. Po kush mund ta ndalojë Ramën tani që vjen me euforinë dhe revanshin e vizitës dhe takimit me Trump, këtej ka 83 mandate, ndryshime kushtetuese, pra kush mund ta ndalojë? Ai është ndoshta në momentin më të mirë të mundshëm, pavarësisht ju e thatë pak më lart e mod krahasimin edhe me Gaddafin, por lejoni të marr dhon krahasimin që bëri edhe Guardian për gjithë bortin, që ta borti i autokratëve, ndërkohë që ky bord po vazhdon përpara. Unë nuk do ta lidhja drejt për drejt bordin, për krijimin e bordit paqes me vazhdimsinë e ndonjë lideri të caktuar, sepse mund edhe të ndodhë që në muajt në vijim të kemi zhvillime të reja dhe në bord të futen edhe shumë vende evropiane të cilat sot nuk kanë hyrë dot. Pra Evropa është ende në fazën e përpjekjes që të bëhet kundërpesh e kësaj nisme amerikane, por unë do të thoja që në muajt në vazhdim mund të kemi disa vende evropiane të cilat i shkëputen strukturës evropiane, duke ndjerë veten të rrezikuar përballë një rreziku të një lufte e cila sapo vjen dhe po intensifikohet, dhe mund të përmend këtu mund kemi Hungarinë, Italinë, ndoshta edhe Gjermaninë, dhe në atë moment detyrohen një grup vendesh evropiane që të hynë në këtë lloj strukture të bord të paqes për shkaqe të cilat mund të bëhen të ditura të cilat mund të bëhen evidente në vazhdimsi. Por ky është parashikim, këtë nuk mund ta themi sot. Sot mund të themi që Evropa ka marrë një pozicion neutral dhe si neutrale Evropa ka përpiqet që të krijojë një agjent alternative ndaj bordit paqes, po përpiqet që të mbajë gjallë Organizatën e Kombeve të Bashkuara, megjithatë shanset janë shumë të vogla sepse Evropa gjendet në një krizë të thellë ekonomike, shoqërore dhe ushtarake dhe nuk i ka mundësitë sot për sot, pavarësisht se po përpiqet të ndërtojë këtë mundësi, që të veprojë si një trup i vetëm. Evropa e bashkuar praktikisht në botën ndërkombëtare, në arenën ndërkombëtare nuk ekziston, nuk ka një agjendë evropiane të unifikuar. Ka agjenda të ndryshme, të cilat fshihen mbas institucioneve evropiane. Ndaj dhe unë nuk do ta shihja me aq pesimizëm. Unë mendoj që SPAK-u nuk ka për të ndalur, unë mendoj që në momentin që zoti Rama do ta sjellë në parlamentet e ligjin, do ta votoj ligjin për zhbërjen e SPAK-ut praktikisht, pra se atë ka propozuar, do të keni një reagim edhe më të fortë nga ambasada amerikane dhe nga ambasadat e vendeve evropiane. Pra, ndërkohë që bordi i paqes do të vazhdojë rrugtimin e vet,
po ashtu do të vazhdoj edhe rrugtimi i drejtësisë. Ky është parashikimi. Ndërkohë që ende ne nuk kemi ambasador, ashtu sikur edhe Kosova, jo, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Mbetet një problem i brendshëm i politikës amerikane. Unë nuk do ta mbi analizoja këtë fakt. Sigurisht që do të ishte më mirë që të kishim një ambasador, sigurisht që do të ishte më mirë, por si në çdo vend tjetër, politika e brendshme ka dinamikat e veta. Ju e besoni edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E besoni atë afatin edhe editor që në Shqipëri kishte mjaft diskutime në fund të vitit dhe në fillim të këtij viti, që mundet të ketë zhvillime në Ballkan nga ajo që mund dalë nga ky raport në editor? Shiko, në politikën amerikane ka shumë raporte. Raportet vinë kur thonë në Shqipëri, mirë po nuk ndryshon baza e dijenive të shtetit. Pra, raportet vinë nga një bazë të dhënash, nga një bazë dijenish, e cila vazhdon edhe mbushet sot e kësaj dite, sepse Paria e Tiranës nuk i kanë dalur zullumet sepse ka filluar të punojë SPAK-u. Vazhdojnë këta, sepse këta janë në politikë thjesht për të bërë zullume. Por, unë mendoj që nuk ka të bëj njëri raport apo tjetri. Raportet përdoren për t'i dhënë shtys njërës nismë apo tjetrës nga shtetet serioze, por nuk mendoj që është çështje e raportesh. Këtu është e qartë tani më, është bërë e qartë që qasja ndaj drejtësisë në Shqipëri do të jetë e tillë, siç ka qenë deri më sot, mbështetje e SPAK-ut në luftën pa asnjë lloj kompromisi ndaj trafiqeve ndërkombëtare dhe ndaj qeverisjeve të korruptuara me anë të krimit organizuar. Dhe këtë ka demonstruar me qetësi, ngadalë, duke u marrë në mënyrë shumë sistematike SPAK-u dhe kam rritur deri tek Sonja Balluku, se nuk e dhash të plot përgjigjen e Zonjës Balluku. Ajo është thjesht njëri nga problemet. Nuk është se e lëshoi zoti Rama Zonjën Balluku dhe mbaroi korrupsionin në Shqipëri. Se po dëgjosh këta opozitarët e famshëm sot, këta thonë që të lëshohet Balluku e të tjera, por nuk thonë që të lejohet SPAK-u të dënoj ata që vinë nga opozita. Nuk thonë që kryetari i tyre është në regjimin e SPAK-ut dhe kur SPAK-u e merr çdo muaj të pandehur, thonë skap, jo SPAK. Gjitha këto pastaj tregojnë që ata nuk e kanë realisht këtë punë dhe përdorin Zonjën Balluku thjesht si një mbuloj. Kanë harruar Erion Velin për shembull. Është harruar, nuk flitet më në opozit, në tash të quajtur në opozit për Erion Velin, sepse tani më kanë aleat. Janë duke u përballur për hir të Erion Velis me Belinda Ballukun. Këto janë manovra të brendshme të Parit, një Parie kriminale dhe të kriminalizuar, të cilat nuk i shërbejnë shqiptarëve. I shërbejnë cicmiceve, lojrave të tyre të brendshme, por për shqiptarët duhet një ndryshim sistemik. Dhe këtë nuk e ka as objektiv, as qëllim, as synim e ashtu quajtur opozit. Këta janë duke bërë lojra të brendshme, këta duan që sistemi të vazhdojë për të vjedhin këta pak më shumë se sa Edi Rama dhe Edi Rama të shkojë prapë në opozit, pastaj bëhen miq prapë këta me Edi Ramën, se nuk ka problem. Siç tha Zonja Balluku në një nga ato përgjimet që ai deputeti i PD-s është djalë i mirë, është djalë qytetar, le t'i japim sa tender edhe atij. Ta hamne, pa të hanë dhe ata. Ky është sistemi i tyre. Nëse nuk bie ky sistem, nuk ka zgjidhje për shqiptarët. Dhe këtë zgjidhje nuk po ofron dhe nuk ka ndërmend dhe nuk ka asnjë shans që ta ofrojë kjo që i thot vetes opozitës. Në bisedat e kaluara në një prej tyre, ju më keni thënë që në administratën amerikane dosjet janë mal për Parin e Tiranës. Por me ardhjen e Trumpit, këtu ka një perceptim që Shtetet e Bashkuara po mbështesin SPAK-un në pjesën e krimit të organizuar dhe karteleve. Kurse për pjesën e korrupsionit nuk janë shumë të interesuara dhe atë ndoshta për atë më shumë për ta thënë më shkoqur vërtet Bashkimi Evropian që nuk e di ku ndodhet për momentin. Por kjo ndarje e shpëton Parin për momentin? Shikoni, unë mendoj që këto janë analizat të cilat bëhen duke u nisur nga presupozimet që mbjell në popull ose që mbjell në opinionin publik Paria e Tiranës. Presupozimi i tyre është që administrata Trump mendon gjithë ditën dhe gjithë natën se si të shpëtoj Parin, po të kapi korrupsionin. Ndërkohë që nuk është kështu. Ndërkohë që realiteti është që tani më këtyre ju është vënë damka
Tani më këta janë cilësuar si pengesë për agjendën amerikane në rajon, dhe këtë nuk duhet harrojmë që shumë pak kohë më parë, kryeministri që sot shkoi ose dje shkoi në bordin e paqes, fliste për afërsinë që kemi ne me Kinën, se si ne mund t'i afrohemi Kinës. Këto janë gjëra që nuk harrohen në diplomaci. Desha të them më parë kur pik mjalti, pra. Atëherë, këto janë gjëra që nuk harrohen, këto nuk janë gjëra që e the dhe pastaj e doli, është një pikë në oqean edhe iku oqeani e mori me vete. Ata që merren me Shqipërinë e kanë edhe këtë tek dosja e stërmadhe. Kur ju flisa për dosje, flisa për zullumet që këta kanë bërë korruptive dhe ju e ndatë, thatë, jo po, administrata amerikane është e interesuar për krimin ndërkombëtar, organizatat kriminale. Mirë po, të dyja janë shumë të lidhura, nuk janë të zgjidhura. Nuk është që krimi funksionon veç dhe korrupsioni funksionon veç. Që krimi të funksionojë duhet korruptuar qeveria. Që krimi të funksionojë duhet bërë ajo mbledhja atje në Aruba. Atje ku njerëzit shkojnë për pushime, kurse paria shkon për të ndarë miliardat e drogës. Pra, nuk është që janë të ndara gjërat, janë thellësisht të lidhura dhe me shumë struktura të tjera. Pra, qenia e Shqipërisë, një vend i cili nuk ka një shtet real, një shtet normal që i shërben qytetarëve, që i shërben kombit, që i shërben shqiptarëve, bëhet e mundur, edhe pse në Shqipëri sundojnë një sindikat ndërkombëtare e krimit. Në Shqipëri nuk ka forca të cilat janë përballen përdit me sindikatën ndërkombëtare të krimit, dhe kemi një kryeministër i cili në vend që të ndërtojë shtet për të luftuar krimin, bëhet pjesë e tij dhe e strukturave të tij dhe një qeveri e cila është zhytur deri në fund. Pra, SPAK-u nuk ka shkuar për të kërkuar vetëm trafikantët e drogës në Dubai. Ka shkuar tek zëvendës kryeministria dhe lidhja e saj me kryeministrin në për aferat në të cilat kryeministri ka vendosur firmën. Pra, ai perceptimi që that ju nuk mendoj se është i duhur. Pra, me këtë, pavarësisht ligjit që mund të meratohen ndryshime ligjore, jeni bindur që SPAK-u mund të shkojë deri tek kryeministri këtë mandat, se në parallohë është. Tani, çështja e kohës së SPAK-ut, unë nuk kam informacione të brendshme, nuk jam në dijeni të dosjeve ose në zotrim të dosjeve. Janë shumë nga kolegë, ose të paktën pretendojnë se janë shumë nga kolegët tuaj që i përdorin si vegla, por unë nuk duhet të pretendoj dhe përdorem për arsye të caktuara për të thënë që kam këtë dosje apo s'kam këtë dosje. Dosjet e SPAK-ut në gjykimin tim i kanë vetëm prokurorët, janë disa pjesë të cilat nxirren nga aktorë të ndryshëm për çështje të ndryshme publike, por se ku dhe si dhe sa do të shkojë SPAK-u e din prokurorët, e din drejtuesët e SPAK-ut. Unë shoh atë që SPAK-u është duke krijuar, duke ndërtuar. Ka ndërtuar një infrastrukturë e cila ngadalë ka ngjitur gjitha shkallat e pushtetit dhe ka shkuar nga ministra dhe nga kryebashkiak deri tek zëvendës kryeministri dhe në afera ku është vënë firma e kryeministrit. Unë mendoj që ende s'ka dalë shumë çka. Ka shumë më tepër që po punon SPAK-u që do të dalë në ditët dhe në muajt në vazhdim. Sot ne jemi të zënë me këtë shashkën e ditës që është bordi i paqes dhe e ftuan kryeministrin ton dhe ai është politikan jashtëzakonisht shumë i zoti Rama, sepse e shndërroi këtë në një cirk teatror ku gjithë njerëzit po shohin shpërthimin e fishekzareve dhe kanë harruar realitetin për momentin. Po nuk zgjat më shumë se 3 ditë edhe kjo. Ashtu siç nuk zgjasin shumë aferat, të cilat mbyllen brenda 3 ditëve dhe harrohen, është harruar siç thash Rion Velia. Nuk pas është vjedhur aq shumë ai sepse media nuk e përmend më. Përmendet Belinda tani dhe kur mbaroj Belinda do të dalë dikush tjetër. Por fakti është që edhe kjo shashka nuk zgjat më shumë se 3 ditë, sepse njerëzit janë mësuar që ta kenë vëmendjen andaj këtej dhe kur të vi koha atëherë do të kemi zhvillime të reja dhe atëherë do shohim se si funksionon. Kur ju thatë pak më lart tek sovraniteti, shitja e sovranitetit. Për kë kishit fjalën konkretisht kush është e fundit tani, sepse këto nuk kanë munguar asnjëherë. Para disa javësh u rikthye edhe një herë çështja e detit me Greqinë. Mos e keni për atë apo ka diçka tjetër në tërësi? Absolutisht që edhe për atë kam, dhe për çdo lloj veprimi tjetër që zoti Rama ndërmerr,
Pra edhe veprimet ndërpreva nga Sazani më duket sikur Kushneri u tërhoq. Ka mbetur vetëm në Zvërnec. Shikoni, problemi nuk është a ishte Kushneri apo ishte e bija e presidentit në atë grup, sepse në fakt ato parat nuk ishin as parat e Kushnerit vet, ishin parat e tjetër kujt, ka marrë rreth 2 miliard dollar Kushneri për të investuar, jo vetëm në Sazane, në Zvërnec. Por dhe ka një stasi dhe një bank investimesh pothuajse pafund që vjen nga Katari, nga vende të tjera. Problemi nuk është aty, problemi është që pse bëhen këto afera, pse ofrohen këto aferat, sepse tani mund të themi shumë mirë që aferat të tilla u ofruan që t'i jepet një ftesë këtij tash të quajturit kryeministri jon, sa për të shkuar dhe për treguar fytyrën e vet në një ballroom, në një sallë konferencash në Washington, dhe për të fituar pikë për momentin. Nuk çfarë i shërbeu shqiptarëve ajo, nuk i shërbeu asgjë shqiptarëve, nuk i shërbeu agjendës shqiptarëve. Tani zoti Rama ka krijuar një lloj pritshmërie sepse foli ashtu siç duhet, foli për Kosovën dhe nuk mund ta anatemojmë këtë dalje të tij për momentin. Po edhe kjo nuk ka për të zgjatur shumë. Do t'i rikthehet zoti Rama agjendës vet, do të rikthehet sepse nuk mund të mbijetojë dot në politikë nëse nuk i kthehet, sepse shitja e sovranitetit nuk ka të bëjë vetëm me aferat me Greqinë, sigurisht që po bëhen bisedime të nënveshme, sepse qeveria e zotit Rama është shumë e afërt me Greqinë, me ministrin e Brendshëm që është një nga njerëzit më të dashur të qeverisë greke në Shqipëri. Por ministrin e Mbrojtjes, më fal, se thash ministrin e Brendshëm, ministrin e Mbrojtjes. Po, dhe tani problemi është që përveç këtyre, zoti Rama është i gatshëm, si çdo qeveritar tjetër shqiptar, si çdo njeri që ka qeverisur Shqipërinë gjatë këtyre viteve, të bëjë gjithçka për të ruajtur pushtetin e vet. Kjo është shitja e sovranitetit. Është Greqia është në njërin anë, është shitja e interesave të Kosovës në anën tjetër, e të tjera. Domethënë, kemi një listë shumë të gjatë të aferave. Por, duhet të thënë edhe se Shqipëria tani më po hyn në për struktura financiare dhe të tjera të ndryshme, të cilat nuk dihet se ku çojnë. Agenda që ka Shqipëria në botë nuk dihet se ku çon. Nuk ka as pak të bëj me atë çfarë mendojnë shqiptarët. Pra shiheni çfarë paraqiti zoti Rama do çojë ushtar në Gaza. Sa përqind shqiptarëve mendoni ju se janë dakord me agjendën e Shqipërisë apo e dinë se çfarë pretendon të fitojë Shqipëria në Gaza. Ne çojmë ushtar në Gaza sepse ne duam që kjo ftesa të justifikohej dhe ky ishte njëri nga kushtet që kryeministri të ftohej në Washington. Çojmë ushtar në Gaza, ata ushtarët pastaj marrin ca para nga rrogat ndërkombëtare që janë më të mira e kështu me radhë. Nuk ka ndonjë përfitim real Shqipëria përveç se zoti Rama fiton një vullnet të mirë në Washington për një kohë të caktuar. Nuk besoj që do të zgjas. Me që rikthyem prapë te Bordi i Paqes, në Tiranë kishim një delegacion të BE-s pak ditë më parë që njëri nga eurodeputetët u kërkoi të llogari deputetëve në Tiranë që përse ju morët pjesë në Bordin e Paqes, më saktë i pyeti kur BE-ja ende nuk ka një vendim. Por ju si e shikoni këtë që ne jemi gjithmonë të parët që zgjedhim mes SHBA-s e BE-s, zgjedhim SHBA-n. Së pari dhe së dyti ndoshta mund të ngjajë kjo asaj aleancës së 2003-shit që edhe në Irak ju e dini më mirë, po ndoshta ne ishim të parët atëherë që u bashkuam edhe përpara disa vendeve si Gjermania, Franca e të tjera, se Britania më duket ka qenë direkt me Shtetet e Bashkuara. Po unë ja thash pak a shumë një gjë të tillë pak më parë, që agjenda evropiane tani është në kundërpesh me Bordin e Paqes, po kjo nuk do të thotë që do të vijojë të jetë në kundërpesh me Bordin e Paqes, sepse nëse Bordi i Paqes vazhdon në këtë lloj rrugtimi dhe interesat e vendeve të caktuara evropiane nuk përputhen më me vijën e Bashkimit Evropian, ka ndodhur gjithmonë, ka ndodhur sot, ja shihni për shembull diçka që ne na intereson jashtëzakonisht shumë, që është Kosova. Në Kosovë kemi 5 vende evropiane të cilat pavarësisht se Bashkimi Evropian si tërësi e njeh Kosovën, nuk e ka njohur Kosovën. Pra edhe sot që teorikisht duhet kemi një bashkim idesh për sa i përket politikës jashtme, nuk kemi një politikë jashtme evropiane, nuk ka pasur kurrë një politikë jashtme evropiane. Por
zyrtarët e Bashkimit Evropian, zyrtarët e institucioneve evropiane vinë dhe pretendojnë sikur ka një vit të tillë për arsye të tyre. Shumica e tyre janë burokratë, cilëve nuk ju duhet vënë shumë veshi, janë burokratë cilët ne i kemi glorifikuar, i kemi hynizuar duke i bërë si njerëz shumë më të fuqishëm se sa janë. Ka qenë mbaj mend një ish deputete gjermane, e cila nuk e njihte kush as në Gjermani, por që vinte në Shqipëri dhe jepte shumë mend për Doris Pack. Jepte mend për gjithçka në Shqipëri, ndërkohë që ishte një person relativisht anonim në skenën politike në vendin e saj të lindjes, por në Shqipëri ishte yll, e prisnin dhe madje ka miqësira të mëdha brenda dhe jashtë Shqipërisë sot. Pra, duhet ta ndalim këtë idenë se vjen një burokrat nga Brukseli dhe duhet t'i japim shumë peshë vendimeve të tyre. Sigurisht që ka momente ku Bashkimi Evropian vendos disa piketa të rëndësishme, por unë mendoj që edhe po të shohim spakun, agenda e Bashkimit Evropian nuk ka dallime nga agenda e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kur vjen puna për Shqipërinë, dihet që shteti më i rëndësishëm që duhet marrë vendime janë Shtetet Bashkuar të Amerikës. Në këtë pikë vështrim ka qenë një vendim i mirë i Shqipërisë që hyri në Bordin e Paqes. Por do të kishte qenë një vendim i mirë nëse kjo do të ishte një pjesë e një politike të jashtme në vazhdimsi, një politike të jashtme koherente, një politike të jashtme që kishte disa synime bazë për të mirën e shqiptarëve dhe e cila të kalonte nga një rrugtim i tillë. Mirë, po politika jone e jashtme shkon herë sipër, herë poshtë, herë me Bordin e Paqes, herë me pikën e mjaltit. Po të dëgjoni opozitën, ata janë gatshëm të thonë që edhe në Mosk, ka thënë një nga pjesëtarët e opozitës që është në burg sot, në Mosk trajtohen të burgosurit më mirë. Kështu që përmendin edhe Moskën këta kur ju prishin interesat e tyre. Paria e Tiranës nuk ka as dina as iman, nuk ka politikë të jashtme, sepse politika e tyre e jashtme është shikimi i vetvetes në pasqyrë. Përsa kohë që shihen mirë në pasqyrë, ju duket vetja mirë në pasqyrë, ashtu e bëjnë politikën e jashtme. Nuk kanë interesa kombëtare në përmendat. Edhe diçka të fundit kam për trojet tona që ju e preket e Kosovën pak më lart, si do të jetë ky vit, cilat janë pritshmëritë, sepse në Bordin e Paqes këtu ishin vetëm ne dhe Kosova, Maqedonia, Mali Zi, Bosnia jo as Serbia, Kroacia nuk pranoi, ndërkohë që kemi një lajm të mirë pak javë më parë ishte nga Kongresi për një rezolut për Preshevën, për pasivizimin e adresave, por në tërësi, çfarë duhet presim nga ky me thelb Kosovën, sepse edhe dje kishim një lajm nga Politiko që SBA ushtron presion sipas burimeve të diplomatëve tek NATO për reduktimin e trupave. Pentagoni e mohoi që nuk ka diçka konkrete për momentin, por çfarë duhet presim në trojet tona? Kosova gjendet në një udhkryq shumë të rrezikshëm. Është një udhkryq i rrezikshëm jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët. Do kishte qenë shumë më mirë nëse agenda mbar shqiptare do kishte qenë e koordinuar në Bordin e Paqes, nuk është e koordinuar. Fatmirësisht presidenti Osmani ka krijuar disa relata, disa marrëdhënie të mira me administratën Trump dhe kjo është gjë e mirë. Fakti që u përmend Kosova më së shumti tek Bordi i Paqes, edhe kjo është një gjë e mirë, që ju duhet nërë të dy. Pikërisht, por. Kosova gjendet në një moment jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse siç e shihni çfarë po ndodh në Gaza, agenda tani më është thellësisht agenda e administratës amerikane është thellësisht pragmatike. Pra, cila zgjidhje krijon mundësitë për një paqe më të zgjatur dhe më të thjeshtë, duke u bazuar thjesht tek parimi i pragmatizmit, pa shumë lajle dhe lule siç thonë në diplomaci, atëherë në ca udhkryqe të rrezikshme për ne shqiptarët. Unë mendoj që tani më nuk është jashtë çdo lloj konturi që të përmendet dhe objektivi madhor i gjithë shqiptarëve që është Bashkimi Kombëtar. Askush nuk e përmend më Bashkimin Kombëtar, më vjen shumë çudi se si kryeministri Kurti nuk e përmend më. Duhet të jetë një nga objektivat tanë madhor. Nuk duhet të funksionojnë tek kështu teorikisht, po erdhin pushtet me anë të Bashkimit Kombëtar dhe tani nuk e përmend më. Bashkimi Kombëtar duhet me qenë ylli ndriçues i gjitha politikave tona. Jo për shkak se do
realizohet tani, jo për shkak se bordi i paqes do të na bashkojë në mënyrë kombëtare, që mos ta marrim thjeshtësi, se njerëzit pastaj Po ndoshta situata gjeopolitike, këto hartat e reja të influencës. Po ne na duhet që në ndërtimin e sistemit të ri ndërkombëtar, synimi i shqiptarëve të jetë bashkimi kombëtar. Pastaj se si e realizojmë këtë, me të cilat mjetet të ndërmjetme. Siç e ka për shembull Serbia, që sot e kësaj dite, pavarësisht se Kosovën nuk e ka më, e kanë objektivin e vet kombëtar që ne presim edhe 100 vjet thonë serbët, edhe 200 vjet, po Kosovën nuk e lëshojnë. Pra ky është objektivi kombëtar i Serbisë. Ata sot nuk kanë asnjë lloj realiteti brenda në Kosovë. Pra aty ka ushtar të NATO-s, ka ushtar amerikan, ka është baza Bond Steelit, por synimi i tyre diplomatik dhe synimi i tyre kombëtar është që Kosovën e nuk e lëshojnë. Një gjë e tillë mund ta bëjnë, duhet ta kishin bërë dhe shqiptarët. Pra bashkimi kombëtar mund të mos jetë diçka që do të ndodhë sot ose nesër. Ose në 5 vitet e ardhshme ose në 10 vitet e ardhshme, mund të mos jetë diçka që i përket kësaj qeverie në Shqipëri apo kësaj qeverie në Kosovë, por duhet patjetër të jetë ylli polar, duhet patjetër të jetë ylli ndriçues i rrugës drejt ku po shkohet. Dhe kjo duhet të jetë një objektiv i hapur, duhet të jetë një objektiv i caktuar, duhet të ketë një mirë rendim, një bashkërendim të përpjekjeve, e ndërkohë nuk po ndodh fatkeqësisht. Në Shtetet e Bashkuara është momenti që mund niset kjo? Kemi momentin ton atje? Momenti ka qenë para shumë vitesh, nuk është çështje momentesh për mendimin tim. Momenti siç ishte momenti i vitit 2008 kur shpall pavarësia e Kosovës, mund të vijë në një moment që pritet apo nuk pritet. Vjen nga kontekstet të cilat ne nuk i kontrollojmë dot. Unë po them që nuk po them që është momenti sot që të shpallin bashkimin kombëtar. Unë po them që duhet të ishte objektiv primar i politikës jashtme shqiptare. Dhe kur them politika jashtme shqiptare, përfshi politikën në Tiranë dhe politikën në Prishtinë. Madje edhe në Shkup. Kështu që duhet ishte një nga çështjet e agjendës që diskutohet, por nuk mund të presim që vendet e mëdha ti shkojnë për shtat agjendave tona, vendet e mëdha kanë agjendën e tyre dhe nëse do të nisemi nga ana e pragmaticitetit, ne vendet e vogla që nuk kanë fuqi dhe nuk kemi asnjë qeverinë që të na mbrojë të drejtat. Se nesër pas nesër pyetja që duhet i bëjnë vetes shqiptarët është këtë mbrojë Edi Rama, interesin e shqiptarëve apo Edi Ramën? Sa shqiptarë mendojnë që Edi Rama do sakrifikonte veten e tij dhe për hir të interesave të Shqipërisë? Nuk është Hashim Thaçi Edi Rama. Hashim Thaçi me gjithë defektet që ka dalë në luftë, ka dalë për të luftuar. Edhe shokët e tij, nuk duhet ndar vetëm Hashim Thaçi. Ndoshta Haga mund ta ishkruaj historinë se Thaçi tha unë nuk kam qenë vinë e frontit. Po gjithsesi ky është debat tjetër. Ai është debat e ngatrojnë njerëzit që nuk e duan agjendën shqiptare këtu, mos ta ngatrojmë tani, të lutem. Në gjyq merret një strategji ligjore. Strategjia ligjore bazohet në atë çka pretendon pala kundërshtare. Pra, puna e avokatit nuk është të shkruaj histori, puna e avokatit është të fitojë gjyqin. Po gjyqi, sidomos ky gjyqi i Hagës, nuk ka fare lidhje me historinë reale, sepse po dëgjojmë gjyqin e Hagës, na doli që Slobodan Milošević është hero botror, sepse njerëzit e tij deshën ose po mundohen që të dënojnë komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në atë mishmash, në atë çorb, ka shumë duar. Nuk janë pa fajde vetë komandantët të cilët ranë pre shumë çkaje mbas lufte. Ama lufta e popullit Kosovës është lufta më e pastër, është një nga gjërat më të mira që kanë bërë shqiptarët në historinë e tyre. Pra, nuk mund ta prek kush. Dhe meritën për këtë nuk mund ta marrë dot as dikush tjetër përveç se atyre që kanë luftuar. Krahasimi që bëra unë me Edi Ramën është që nuk është nga ata burra Edi Rama që del dhe lufton për shqiptarët dhe që sakrifikohet për shqiptarët dhe që vë jetën për shqiptarët. Është nga ata burra që sakrifikohet për një shishe $3.000 verë. Deri këtu shkon. Ngritur, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.